Polerik menej që Kosova ka tregu një performancë të jashtëzakonshme në këto kualifikime edhe përveç asaj më ngëzën shumë fakte që në Kosovë po vërihet në fakt në grupin tonë, grupin e kombëtarës tonë po vërihet një disciplinë më e madhe, po vërihet një angazhim nështë më i madh, një kompaktësi shumë më e madhe, edhe po besoj që trajneri Foda më me qujtë nështë është njëri prej arkitektëve të këtij suksesi, sepse nështë ka instalu edhe mentalitetin fitus, një mentalitet i cili po e shohim që nuk po njihemi më inferior në raport me asnjë kundërshtar edhe po sinqerisht jam se cili shqiptar jam jashtëzakonisht krenar dhe i lumtur për amët dhe çdo natë tjetër po me pa Kosovën në këtë nivel. E kurjashtën faktin këtu që Slovenin për nëse mbram e kemi dominu jo veç në fushë po edhe në tribina sepse kemi pa shumë bashk, si më thonë, qytetarë tonë, prej këto, prej diasporës që kanë qenë prezent në ndeshje, edhe tribina ka qenë kryesisht me shqiptarë aty. Një atmosferë jashtëzakonshme, po që më ka gëzu fakti, Kosova e ka dominu, e ka administru, edhe ka menaxhu edhe rezultatin edhe ndeshjen prej minutës parë deri te fundit, me një pjekuni të jashtëzakonshme. Ky grup i lojtarëve që tha dhe profa përveç këtyne që domethënë janë tashmë një kohë pak më të gjatë si Muriqi, Ramone, disa futbollistë tjerë, kur jashtojmë edhe lojtarët një farë ripërtritje që po vjen disa lojtarë të ri që kanë ardhur që kanë bashku Kosovës edhe po japin një kontribut të jashtëzakonshëm, sidomos te pjesa mes fushës, po gjithashtu edhe mbrojtja edhe Aslani në sulm. Mendoj që neve na pret si shtet na pret një ardhme shumë e mirë dhe shumë pozitive në futboll. Futbollistat, grupin e kemi, kualitetin e kemi, edhe prej portës, mendoj që nëse fillojmë prej portës e deri te sulmi, kemi cilësi dhe kemi futbollistat jashtëzakonshëm edhe besoj që mundemi për një me mu kualifiku. Nëse në kalumen kam shpresu që nështë ta veç kualifikuemi disi, tash besoj nështë ta të secili kundërshtar që mundemi me mposhtë edhe mundemi me u kualifiku. Kur jemi te kualifikimi, kjo është e jashtëzakonshme nëse ndodh, uroj me ndodh, e pam edhe mbram edhe çdo natë tjetër që futbolli është më shumë se sport, është futbolli bashkon krejt shqiptarët. Edhe nëse po polarizon, nëse po i përçon kushdo qoftë politika ose kushdo tjetër futbolli po i bashkon edhe kjo për një me është një diçka që na duhet më u gëzu shumë kësaj ecurie edhe me qenë edhe me mbështet. Unë gjithashtu mendoj që edhe Shqipëria është afër edhe besoj që edhe Shqipëria ka gjasa shumë reale mu kualifiku. Kjo kishte qenë historike për neve si dy shtete, me i pa Kosovën dhe Shqipërinë të kualifikuar në kampionat botror. Edhe urej me i pa sepse nuk di çka kishim dashur më mirë edhe në aspektin sportiv. Okej. Do ishte më shtu diçka?